Një histori dhune dhe keq trajtimesh brenda familjes në Tiranë, një nga ato historitë e cila do të ishte mbyllur si gjithë të tjerat me një dram që vuajnë për ditë brenda vetes, Mira gra dhe vajza në Shqipëri, sikurse Elizaveta, 27 vjeç, nuk do të kishte varur veten, duke i dhënë fund jetës së saj të re, duke lënë në mes ëndrat e saj për të rritur 4 fëmijët dhe për të bërë diçka në jetë. Policia në Tiranë ka arrestuar bashkëshortin Besnik Hasën, 44 vjeç, dhe ka fajsuar atë si shkaktar të vetvarjes së bashkëshortes. Elizaveta u gjete e vetvarur në dhomën e gjumit, duke u gdhirë e hëna nga bashkëshorti, i cili pretendon se ka qenë në gjumë në momentin kur mund të kenë ndodhur ngjarja. Elizaveta kishte përdorur një shall në formë litari për t'i dhënë fund jetës, të cilën e ka lidhur me dritaren e dhomës së gjumit. Policia kishte informacione se Hasa në gjendje të alkolizuar ushtronte dhunë mbi të shoqen. Pas 24 orësh marrjeje në pyetje, vetë Besniku sipas policisë ka pranuar këtë fakt, por që nuk e ka menduar se mund të shkaktonin këtë ngjarje. News 24 shkoi sot në banesën ku çifti jetonte prej 17 vjetësh në Bathore. Nëna e bashkëshortit vajton nusen e re dhe mbi të gjitha fëmijët e mbetur mes 4 rrugëve, pa nën dhe me tati në burg. Kalën 4 fëmijë, jeti. Kush po merret me kush po kujdeset për këta fëmijë? Kush kujdeset, ta janë pa punë, autizmut në babajë. Kanë burg. Sa moshash kanë fëmijët? I madhjat, i tenoj. Qirët janë në anën pyetja. Po poshtë 3 vjet punë. Janë vogël, të 3. Fenomeni i vetvrasjeve në vend është bërë tashmë të jetë shqetësues. Janë të shumta raste të tilla të shkaktuara si nga kushtet e vështira ekonomike, dramat shoqërore, zhgënjimet dhe keqtrajtimet.